Mendoj që po. A do e përkrohin tash liderët e partisë? Po duhet me përkroh, se ajo në një farë mënyrë pa dëshirën e saj, po tjetër kush ja ka imponuar që të largohet një herë prej LDK-s. Cilin politikan e kështë lërsu ma shumë ti edhe pse? Po tash, nuk muj me vlerësue, se cili po paraqitet se unë jam më i mirë. Por derisa të shohëm finalen, unë nuk muj vetëm me deklarimet personale s'ka thënë ata, por vetëm kur të shoh veprën konkrete se si pe korrëzojnë, a pi mojnë që të fjallë, cilat pe jepin, apo s'po i mojnë, a pe trajtojnë elektoratin që ja ka ndonë votën, a s'pe trajtojnë. Te deri sot, cilin politikan ta mërmenja që ka punu edhe ka ushkue rrugës drejt këtij shteti? Po se ti tash, ata nuk janë në pozita tash, për në pozitë shtetit e politikan ka qenë presidenti Fatmir Sejdiu, i cili ka qenë vazhdim i rrugës e Ibrahim Rogovës. E ai është që nuk e ka thyer rrugën e Ibrahim Rogovës. Prandaj ata që shkojnë në vijë të Ibrahim Rogovës, unë ata i përkroj. E tash ta pasarësit e LDK-s, që janë, po dhe disa tash, qashtu po thëmë po paraqiten, por të shohëm finalen e tyne, sepse këtu fatkeqësisht unë jam mësu për para, kom kujtu vetëm teatrin si teatr, por tash unë kohëve të funit pesho se po luhet një teatr jashtë të quajtur politik, ku vetëm aktorët po dihen e përmbajtja e dramës ende nuk po dihet, derisa të hapet perdja, nuk dihet se atë qenë ka komedi, atë qenë ka tragedi, apo tragikomedi, e derisa të shoh finalen e dramës, unë s'muj me thonë vlerësime, edhe të shohëm kush është ai aktori kryesor, si dhe me thonë pasit hapet perdja e scenës, edhe të shoh aktorin më të mirë të asaj drame. Tash është shku një luft mes partisë vetëvendosje, LDK-s, Vjosa Osmanit. Apo mendon se Vjosa Osmani do të kthehet në partinë e mëhershme që u kon? Mendoj që po. A do e përkrohin tash liderët e partisë? Po duhet me përkroh, se ajo në një farë mënyrë pa dëshirën e saj, po tjetër kush ja ka imponuar që të largohet një herë prej LDK-s, por ajo nuk e ka hjek kur fotografinë e Ibrahim Rogovës edhe skemën e LDK-s. Ajo në shpirt e ka pas Ibrahim Rogovën. Edhe do me thonë, ajo meriton, besoj, prap të kthehet në LDK edhe të hecet përpara. A do të bëhet LDK-ja më fuqishme me ardhjen e Vjosa Osmanit? Po, gjithsesi besoj se po. A janë të zhgënjym votues e partisë LDK-s, për shembull, për LDK-n edhe për Vjosa Osmanin? Po kanë qenë disa të region, po në krahasim me më parë, LDK-ja në një farë mënyrë ka përmirësimin. Ka fituar më shumë vota, por tash në zgjedhjet e ardhshme që pritet, besoj se do të jetë edhe më përpara. Faleminderit shumë.